Prindrit e Ilaria Sulës flasin për mediat italiane. Autori të dënohet me burgim të përjetshëm. Prindrit dhe vëllai i 22 vjeçares Ilaria Sula, e cila u vra me thik nga ishi dashuri i saj Filipinas, Mark Samson, kanë folur për mediat italiane për ngjarjen tragjike. Ata kërkojnë që ai të kalbet në burg për jetë. Baba Ilarias tha se ajo nuk ishte një objekt, por një njeri me ëndra dhe ai që vrau duhet të paguajë për këtë. Ilaria ishte një vajzë e shkëlqyer e cila studionte për statistikat financiare dhe pritej të diplomohej në tetor të këtij viti. Një natë kur vëllai i saj shkoi ta priste në stacionin e trenit, ajo nuk mbërriti. Ata u shqetësuan pasi nuk mund të arrinin ta telefononin dhe atëherë kuptuan se diçka kishte ndodhur. Prindrit e saj të shkatruar nga dhimbja kërkojnë drejtësi për vajzën e humbur, duke theksuar se ajo nuk mund të kthehet më dhe ata nuk do ta shohin më kurrë. Në lidhje me nënën e Mark Samsonit, e cila e ndihmoi të fsheh krimin, familja e vajzës e ka dënuar ashpër veprimin e saj. Ata besojnë se si nën, ajo duhet të kishte kërkuar ndihmë dhe të kishte denoncuar krimin, jo ta mbulonte atë. Vllai Ilarias ka shprehur dëshirën të di nëse ajo kishte mundësi të thoshte fjalët e fundit dhe shprehet se do të kishte dashur ta dinte se çfarë ka deklaruar ajo që ka thënë para se të vdiste. Të afërmit e Ilarias shprehen se janë të shkatëruar dhe se kërkojnë drejtësi.